që në të fshate kishtë për të rritë në konstruksion të takë të kërë se katë të simse. Në kërë publik, në të të urbane, në kësa rrëbë në si të në të të në të sa në shkitë të të në në sot. Në që është realizohet dhe që fa vjo, që në të nësërët në të vlatë për shkësot. Këtë përre të tjera ka në përgjërë për në të shme në zërani, ka që për në të zërani, dhe në marë të gëndë e bashkës për në shkollët, Në rast se do të flasim për njësinë administrative të CEPOS, një zonë që ndoshta ka një problematik shumë të agravuar në lidhje me infrastrukturën rrugore. Sinqerisht dua t'ju them që më vjen shumë keq që ndoshta deri më sot ne kemi arritur vetëm të jemi në shërbim të këtyre banorëve për sa takon mirëmbajtjes së këtyre rrugëve rurale të fshatrave. Dhe ndoshta deri tani nuk mund të flasim konkretisht që ta zgjerojmë zonën tonë të investimit. Ne kemi planifikuar në zonën e investimeve të Bashkisë Gjirokastrës vazhdimin e rrugës për në fshatin e Kolonjës, së Picar Kolonjë, që ndoshta ishte një investim i nisur nga ish komuna dhe që me të vërtet shumë i domosdoshëm për t'u ezauruar. Dhe dolëm përtej mundësive tona dhe lam disa gjëra tjera ndoshta më të rëndësishme për t'u bërë në mënyrë që të tregojmë që ne e kemi vëmendjen e duhur edhe për këto fshatra. Ne e kuptojmë shumë mirë që duhet që investimet në infrastrukturën rrugore në zonat rurale të bëhen sa më shpejt. Patjetër që po, ne kemi pasur prioritet gjithë reforma administrative territoriale që po realizohet tashmë. Unë besoj se në Bashkinë e Gjirokastrës po realizohet me sukses. Po realizohet gjithmonë në funksion të banorëve, në funksion të qytetarëve. Jemi përpjekur që në çfarëdo lloj hapi që ne kemi hedhur në lidhje me vendimmarrjet, në lidhje me ristrukturimet, në lidhje me varësitë, në lidhje me kompetencat, ne të marrim një konsult edhe nga banorët e zonave. Ne të marrim një problematik paraprakisht nga banorët e zonave. Të dëgjojmë banorët ku kanë nevojë për ndihmën tonë, ku kanë nevojë për prezencën tonë dhe ku kanë nevojë që ne të ndërhyjmë dhe të sjellim një shërbim më tepër. Unë do të thoshja që nëse do t'i referoheshim Agjencisë së Bujqësisë dhe Veterinarisë që ne tashmë e kemi një agjenci të legjitimuar në Bashkinë e Gjirokastrës, besoj se në një kohë shumë rekord, edhe për shkak të vonesave të marrjes së këtyre kompetencave të këtyre sektorëve dytësor që i kanë ardhur Bashkisë së Gjirokastrës, një investim që nuk dua të marr meritat personale sekretare e bashkisë, por pse jo? Unë ndoshta kam fatin e madh që ne pas një afati shumë të shkurtër kohor, do të kemi një qendër të fshatit Asim Zeneli me të vërtet me standarde dhe parametra bashkëkohor, me një urbanizim totalisht ashtu si qyteti i Gjirokastrës. Pra janë elemente, janë shërbime që ndoshta kur ata banorë si kanë parë nga ish komunat e tyre apo nga ish kryetarët e komunave të tyre. Sektori privat nuk duhet parë si një sektor që nuk duhet të afrohet kush për të punësuar. Besoj se të gjithë e kemi të qartë që administrata shtetërore nuk mund të plotësojë çdo dëshirë dhe nuk mund të punësojë çdo banor të Bashkisë së Gjirokastrës. Por e rëndësishme është që vendet lira pune ka. Sinqerisht ajo që ka përmenda në lidhje me marrëveshjet e bashkëpunimit me Bankën Botërore, për sa i takon trashëgimisë son kulturore në lidhje me zhvillimin e qendrës historike të Gjirokastrës, në lidhje me rehabilitimin e gjithë territorit që është përreth Kalas. Pra marrëveshja e bashkëpunimit në lidhje me fillimin e investimit nga Banka Botërore për masat gjenjerike, për gjithë territorin përreth Kalas, ne e kemi prioritet. Përfundimi i punimeve të restaurimit të qafës së pazarit. Janë punime që fillojnë në muajin shtator dhe unë besoj se brenda një viti apo 6 muajve, siç kanë premtuar ata, po dua të jem me këmbë në tokë të them për një vit, ne të restaurojmë. Dhe unë kam prioritet fillimin e bypassit të qendrës historike. Sigurisht që nuk dua të lë pa përmendur këtu dhe jashtë vëmendjes time edhe rehabilitimin e sheshit të Çerçizit dhe krijimin shumë të shpejt ndoshta dhe shumë të domosdoshëm të një parkingu në qendrën historike. Sinqerisht që është një domosdoshmëri shumë e madhe që i vjen në funksion sektorit të turizmit,
që i vjen në funksion rritjes së standardit të turizmit në Gjirokastër, por në fundit i vjen në funksion ekonomisë së Gjirokastrës, pa lënë jashtë vëmendjes edhe zgjerimin e investimeve në infrastrukturën rrugore rurale. Është një këmbëngulje e imja, sepse kjo është e vetmja formë që ne të bëjmë integrimin e gjithë trashëgimisë kulturore në guidën turistike të turistëve që vinë në Bashkinë e Gjirokastrës. Just